Kryetaria e Komisionit për Çështjet Europiane, Jorida Tabaku, thotë se raporti Rule of Law i publikuar nga Komisioni Europian është një goditje e fortë për qeverinë shqiptare dhe për sulmet e zhvilluara ndaj SPAK. Nuk kisha parë një raport i cili niste në faqen e parë i referohet arrestimit të kryebashkiakut, ish kryebashkiakut tashmë Erion Veliaj, i cili thot aksione dhe reagime publike të paprecedenta nga legjislativi dhe nga ekzekutivi ndaj sistemit gjyqësor, po njëkohësisht edhe presion që kulmoi me 2 letra nisur Ministrisë Brendshme për sulme fizike ndaj SPAK-ut. Tabaku deklaron se nëse zgjedhjet nuk mbahen siç e kërkojnë standardet europiane, Shqipëria mund të bëjë hapa pas në procesin e integrimit siç ka ndodhur me Serbinë. Shqipëria është duke u kontrolluar për grup kapitullin e parë, sepse është grup kapitulli që është hapur i pari dhe do të mbyllet i fundit. Dhe këtu janë dhe zgjedhjet. Dhe nuk ka rrugë tjetër Shqipëria përveç se organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, që kësaj radhe nuk ishin, respektimin e parimeve të pavarësisë gjyqësore, që siç e thot raporti, nuk është. Shumë vende të tjera të rajonit, dhe këtu i referohen për shembull rastit të Serbisë, si rezultati i cënimit të kritereve të grup kapitullit parë, zgjedhjeve, mediave, kanë bërë hapa pas. Deputetja e PD-s thekson se zgjedhjet e 11 maj do të denoncohen dhe pritet që Partitë Popullore Europiane të sjellin në Shqipëri një mision faktmbledhës për shkeljet në procesin elektoral. Zgjedhjet së pari për Partinë Demokratike nuk janë kapitulli mbyllur. Ne presim raportin final, presim një mision faktmbledhës nga EPP-ja, por nuk janë kapitulli mbyllur as për Komisionin e Jashtëm Parlamentit Evropian. Në korrik do të miratohet raporti final, i cili u miratua në Komisionin e Jashtëm, do të miratohet në një seancë plenare dhe menjëherë pasaj edhe Komisioni i Jashtëm Parlamentit Evropian do të bëjë një plan pune për mision faktmbledhës në Shqipëri në fillim të vitit të ardhshëm. Jorida Tabaku deklaroi se PD do të vijojë të thotë të vërtetën në çdo institucion ndërkombëtar për vjedhjet e zgjedhjeve të 11 majit.